Grupi parlamentar i Partisë Socialiste është mbledhur këtë të hënë në mbledhjen e fundit për këtë sezon, ku ishte i pranishëm edhe vetë kryeministri dhe njëherë kryes socialisti Edi Rama. E pranishme në mbledhje ishte edhe numri 2 i qeverisë, Belinda Balluku, duke shënuar paraqitjen e saj të parë pasi u rikthye në detyrë me vendim të gjykatës kushtetuese 3 ditë më parë. Sa i përket detajeve të mbledhjes, mësohet se kryeministri Rama u ka lënë si prioritet deputetëve të PS-s agjendën e ligjeve për t'i përafruar me ato të BE-s. Po ashtu, deputetët socialist kanë marrë mesazh të qartë, pasi u është kërkuar që të vijojnë punën në 2 komisionet e posaçme, pavarësisht bojkotit të paralajmëruar nga opozita. Gjithashtu edhe kreu i grupit të PS-s, Taulant Balla, paralajmëroi se nëse opozita nuk shkon të marrë pjesë në 2 komisionet e posaçme, atëherë do të ndryshojnë formulën e komisioneve për anëtar të barabartë, siç janë aktualisht, dhe PS do të marrë shumicën që të vijohet me punën.